Do pim verë, por nuk është 33.000 euro. Vera. Vera, ja, a gëzuar. Faleminderit që ju më ftuat në këtë intervistë, e kam pritur prej kohësh. Je bërë kryefjala e fushatës zgjedhore të 11 majit për mustaqet e tua. Si janë të mia, janë mustaqet e Qelo Picarit, Picar Gjirokastër. Mustaqet, nëse ju pyetni seriozisht, janë një amanet i gjyshes time, të cilës në këto momente i lëvizin kockat në varr, themi ne. Sali Berisha dhe Edi Rama po zihen për mustaqet e Qelo Picarit apo për mustaqet e Kujtim Gjuzit? Okej, është i hershëm me çështjen e mustaqeve kryeministri. Po të lexoni Kurbanin, faqe 49-50, ai pikërisht flet për mustaqet e Qelo Picarit. Se edhe vet ai nuk e di nga është. Pra Edi Rama i bie që është tropojan dhe është kryeministri i 7 tropojan me origjinë. Pra, unë jam një njeri që nëna ime më mësoi 7 vjeç të qëndis janë gjergjet, sa e s'kishte vajza. Se dikush mund të thotë, në fund të intervistës, gati 90 minuta, thotë, Kujtimi ishte pak dejshëm. Kujtim Gjuzi e ka këshill nga Sali Berisha, nëse do të jesh i freskët, pi lëng shege dhe ujë. Do ta marrë shishën me vetë unë, çfarë meraku keni ju? Se kam rakë se do më helmoni ju mua? Po pse ku do e pi? Unë e pi gjithë shishën këtu, po mbaron intervista. Pse e ke frikën që mund të të helmoj dikush? Unë nuk kam frikë asnjë përveç Zotit. Kujtim Gjuzi dhe Sali Berisha janë kurshi. Po. Nuk ka gjumë me Sali Berishën. Se të dërgon 3 natës mesazh. Ky tate në ky lale këtu nuk e kalon pa fustona gocat veta janë të treja me arsim të lartë. Që do të thotë nuk kanë pas nevojë me kaluar në semafor. Po unë di not se ju po flisni me krye piratin e vaporit Vlora, po megjithatë do ta themi më vonë. Kam dëgjuar për këtë histori, që nëse do jetoje në kohën e Trojës, edhe do kishe përballë Helenën e Trojës. Çfarë do i thoje greqisht pastaj na e përkthesh shqip? E kam në shtëpi Helenën e Trojës. Ise luludhi koqino. Domethënë, në moment ju të detyroni që të përlotësh. Arqile Boti, përveç flokëve, çfarë këshille të dha për jetëgjatësinë seksuale? Jam dash në horoskop. Jam dash në horoskop. Tani mund të shkosh edhe të flesh në ndonjë nga dhomat. Të falem mbretëreshës, kënaqësi dhe miru takofshim një herë tjetër. Ju falenderoj shumë.